Beqir Balluku i kërkoi një herë dorëheqjen diktatorit Enver Hoxha. Ai nuk e la që t'i jepte dorëheqjen. Rasti me Ramën vjen që mbesa ish vendës kryeministrit, ministrit mbrojtjes të diktaturës, Beqir Balluku nuk jep dorëheqjen. Për mendimin tim, duhet ta jap dorëheqjen, se edhe nëse ajo do të dënohet, i bie që do të marrë me vete dhe kryeministrin. Duke marrë me vete kryeministrin, i bjen që është një organizat e korruptuar. Pra qeveria nuk është më qeveri, po është organizat e korruptuar. Për këtë konservatorët hes paseri kanë thënë kryeministrit hapu në qeveri gjithë përfshirëse. Ndryshe do kesh dhe problem ndoshta jo për ta kaluar oqeanin, se në dijenin ton ka një ftesë për datën 14 të nëndorit tani, për të vajtur në certifikimin e kryetarit të Bashkisë New Yorkut, i cili tha jam një islamist, domethënë jam një socialist, jam një radikal dhe çfarë tha. Unë nuk e di se si do të veproj qeveria Trump me këtë lloj personazhi, i cili imponon në një vend me shumicë kristiane, imponon islami radikal. Nuk e di, a do ta çojë drejt organizimit të një organizate siç ishin ato afër Bin Ladenit, e në thet thash se USA çfarë kanë bërë? Kanë shkuar për të prishur çerdhet islame. Tashmë çerdhja islame i vjen në New York. Kjo është e rrezikshme për 23 milion banor të atij qyteti. Rikthehemi sërish tek Balluku. Çfarë lidhje ka me Ramën? Është vajtja pra që do të shkoj Rama atje. Unë e këshilloj të mos shkoj. Pse? E këshilloj të mos shkoj se ka një rrezik. Bie avioni, nuk gjehet kutia e zezë, është trekonçi Bermudës përpara se të shkosh atje. Domethënë janë shumë gjëra. Ne kemi dhëndur atë, e kam thënë edhe herë tjetër tek ju. Ne duam ta mbrojmë. Këshilla ime është mos shkoj. Si nuk shiko. Në Bruksel, a e dini pse zvajti? Se kishte problem me avionin. Pikërisht. Në avionin kishte me zyrtarët. Se ai tani ka 6 muaj që është kundërvën presidentit Trump, apo jo? I është vënë presidentit të paqes botërore. Kjo është një gjë e rrezikshme. A e shtyn dikush Ramën që ta bëj këtë punë? Njëherë shtyu Macroni me këtë Ali Aliyevin, që e tha mirë tjetër. Njëherë shkojnë në Londër, e tha prap një prallë atje. Shkojnë në Berlin, tha prallën tjetër. Shkoj këtu, u përqafua buz me këto, çfarë janë këto? Me humja, si quhet, se humja ne në Shqip i themi kur humbet diçka. Ka filluar Rama të humbas terren, i rishket toka në komun, nuk kam qejf të rishkasi avioni. Është kryeminist i Shqipërisë, janë vrarë 34 kryeministra, kemi thënë këtu ke ju herë tjetër, pse duhet vritet një kryeminist tjetër? Kaq mund të jetë rreziku? Është përgjigjja e pyetjes tuaja drejt për drejt kjo. Unë nuk e parashikoj që mund të ndodh, po edhe mund të ndodh. Zgjuzi të lani me pak të Balluku. Ka pasur, si që flite në përmendja, tensione mes Ramës dhe Balluku, sidomos në disa mbledhje ku në media është raportuar që Balluku i ka thënë unë jam Velia, unë nuk e jap dorëheqjen. A besoni që një gjë e tillë nuk ketë ndodhur? Balluku është, siç thash, tiranse. Po të shpjegojmë termin Tiranë, ne i bie të referohemi gjuhës së vjetër pellazgjiste, iliriste, shqipja e vjetër, heleniste, greke. Në Tiranë do të thotë vrasësh, pra ajo në qoftë se ti do të ta vrasësh, ne kemi vrarë. Ju kujtohet besoj në një deklaratë tjetër televizive, unë kam thënë, tiranësit janë vrasës. Atë vrasin me fjalë, atë vrasin me tegullin e shtëpisë. Ajo është mbesa e një njeriu që ka qenë, e theksoj, ka qenë atentatori i Tiranës. Pra, çdo gjë mund ndodhi, në qoftë se kërkon ta vrasë. Herë nënë dy fëmijëve më duket, ndjenin time. Ajo është jo lubi në kuptimin që e thot dikush tjetër. Jo lubi në vjedhje. Unë nuk besoj se Belinda Balluku ka vajtur me 6 milion euro, i ka depozituar në Zvicër. Nuk e besoj. Se të drejtën e ka, merr valizën diplomatike, e lidh në dorë dhe s'ke çfarë bën asaj. Nuk mund t'ja kontrollosh. Nëse e ka bërë këtë, duhet të kthej sendin e vjedhur. Nuk besoj si tiranëse, nuk arrita konceptojnë që një zonë me origjinë çekrez, e theksoj, çekrez, Qinam, që është në kufit lumit Tërkuz, që e përmendëm dhe herës tjetër së bashku, zotni Guri,
të jetë hajdute e kësaj forme, nuk e besoj. A mund të jetë detyruar ajo në vjedhje? Ajo thot po, për arsye gjeostrategjike politike, unë thot, dhe deklarata e saj me Turqinë, nuk e di, ndoshta ka siguruar azil politik atë që nuk e siguroi gjyshi vet në atë kohë që s'kish si ta siguronte. Por ai e tha, kemi dy vezë ta, diktatorit. Veza jote tha, thyu vezën time, që do të thonë, ata u bën gati për grup shtetit, e them këtu ke ju për herë të parë. Grupi i Beqir Ballukut, Hito Çakos, vetëm ky generali s'ka qenë dakord. Petri Dumja, sa ata në rreth të ngushtë, kur kanë ngrënë mish qeni në Durrës, mish qeni sapo kishte ardhur nga Kina, Beqir Balluku e kishte shpëtuar diktatorin Enver Hoxha në 1956 me konferencën e Tiranës dhe nga 56 deri në 71-72 që u kthye Beqir Balluku, që është gjyshi i Belindës, i bie që donin të rrethonin komitetin qendror. Me rrethu komitetin qendror me tanke, ç'do të thotë? Grup shteti. Dhe derisa ishte bërë grup shtetit në Turqi disa herë, pritej grushti i shtetit i kolonelëve të zi në Greqi. Këta thënë po e bëjmë ne në Tiranë, po e heqim qafën. Edhe është termi i thënë që thotë për herë të parë ke ju. Veza ime ishte më dobët se veza jote, i ka thonë Enver Hoxha. Të lumt ma hodhe. Zoti Gjozi, ju folët pak për kryeministrin Rama që ka pasur një ftesë për të vajtur në Amerikë. Shpesh herë diskutuar lidhur me marrëdhënien që Rama ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si janë këto raporte tani? Tani që flasim bashkë, informacion konfidencial e theksoj, nuk duan ta shohin me sy Edi Ramën, sidomos stafi i presidentit Trump. Stafi zyrtar flasim, nuk duan ta shohin me sy. Mirë po, ka një gjë, presidenti vet është njëri tolerant. Jeta e tij e ka bërë atë që të jetë detyrueshëm tolerant. Ka një zgjidhje Edi Rama, nëse shkon drejt qeverisë tranzitore, e theksoj, e kemi thënë, nëse avokati i popullit kalon në drejtim të veriut mundësisht një katolik, atëherë mund të ketë një ulje të tensioneve midis Edi Ramës dhe zyrës ovale. Ja bëj ftesën zyrtare, është informacion konfidencial. Ju mund ta shikoni tu, do më thënë, se s'mund ta themi në publik, njeriu që komunikon, nuk mund ta themi në publik, nuk e kam të lejuar ta them. Ka pasur shpesh herë aludime që dosja Mekonical është në hetim me sipër dhe nga momenti në moment mund dalin, po themi, informacione që mund të implikojnë kryeministrin Rama, sidomos media djathtë ka raportuar shpesh herë këtë gjë. A mendoni që është në rrezik kryeministri Rama? Po, unë mendoj që është në rrezik, edhe sërish konfidenciale është informacione, që mundet edhe ta bllokojnë, mos e lejojnë të shkojnë në atë takimin që ka atje për arsye të hetimit. Domethënë mund ta thrasin. Është rasti i Ramiz Alis, e ka ndodhur në 90-ën kjo. E kanë thirrur dhe ai ka humbur për 14 orë. Unë nuk dua që të përsëritet ky rast për kryeministin Edi Rama. Nuk dua që kryeministri i Republikës. Ne nuk njohim zgjedhje. I ka vjedhur, i ka bërë zgjedhje të lira, të barabarta, vazhdon me presion mbi presidentin Trump përmes fondacionit Soros. Ju e vini re pse? Nuk kalojnë 2 anë pa bërë një presë. Tani, të bësh shaka me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është gjë e rëndë. Shpresoj që Rama ta dëgjojë këshillin ton. Unë i them mos kalo më tan. Ai të bëj si do. Kjo mund të shkojë deri në arrestimin e tij nga FBI. Jo, arrestimi nuk bëhet. Jo. Bëhet një ndalim për t'i vënë përpara dokumentacion që e përfshin në atë që thatë ju. Lëvizja e korruptuar me Gonigal. Ata, jo. Pavarësisht se ne kemi ligje ekstradimi, Shqipëri USA dhe USA Shqipëri është ligji të cilin unë vetë e kam abstenuar se unë nuk jam dakord pa vepruar shteti i së drejtës, jo unë si person, se unë si person po se po dhe vetë Akademia Konservatore, vetë Partia Konservatore, nuk është dakord mos funksionoj sistemi gjyqësor në Shqipëri dhe ti të më marrësh mua nesër
në Amerikë, pse dikush atje mund të ketë bërë një, po themi, kallëzim ndaj meje. Nuk isha dakord me këtë dhe kam abstenu, nuk e kam votu kundër, sepse ky është ligj i rikthyer që nga koha e monarkisë. Pra, në këtë koncept, Edi Rama, edhe një herë, këshilla ime është se s'duhet ta ul nivelin, ta çoj tek niveli krushqive. E ti them të ruaj tani si krush, se unë jam krush më i parë se Edi Rama, me mosh. Po Edi Rama s'është i vogël, është 61 për 62 vjeç. Pra, ka vetëm një zgjidhje. Vajtja në vakancë presidenciale, pa marrë me vete të drejtën e vetos që ka parlamenti ta kthejnë në republikë presidenciale. Këtë, nëse ai ka një mendje të tillë, duhet ta hedhë në referendum popullor, sikurse duhet të hidhë ligjin superliberal. Zoti Gjuzi, ka pasur një deklaratë një analisti në media që Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë shpallur non grata një ministër qeverisë Rama. Në djenin time, është një listë që qarkullon prej 4-5 vitesh me 96 emra, nga këta normalisht që ka dhe brenda Partisë Socialiste, që vazhdon të jetë deputet, por nuk është ministër aktual. Nuk është. Dhe tani me hamendje, po të hamendsosh, mund thuash në emër, po nuk më vjen mirë tani të them unë për dy bashkëkryetarë që duan me bë kodin zgjedhor 10 vjet që të mos ketë zgjedhje të lira të barabarta. Rasti Gjiknur Bylykbash. Më kupton? Domethënë mund ta ludojmë që mund të jetë Gjiknuri, por nuk kam informacion se s'mund të flas. Nëse s'ke informacion të sigurt nga njerëzit brenda administratës amerikane është apo të paktën brenda Partisë Republikane Amerikane, s'mund ta thuash. A mund pritet ndonjë vendimi i mundshëm së shpejti lidhur me non grata të parë dhe nga situata politike në Shqipëri? Ju vut re që u dha një sinjal për heqjen e non gratave. U bë rasti Dodik apo jo? Pyetja është, po rasti Berisha, ne këtë e kemi trajtuar herë tjetër këtu tek ju. Unë nuk jam në gjendje të korrektoj doktor Berishën për zgjedhjet e tij në lidhje me listën 27 deputet Soros. Ju besoj e vut re votimin, aty 77, apo jo? Ose në bashkim votash 105. Ne kemi thënë janë 110 deputet Soros, janë mbajtur peng. Shiko, a jam unë me ju në intervistë tani? Po jam me dëshirën time, apo jo, me bashkë bisedimin tonë. Para prak që jam dakord të jemi në këtë intervistë. Edhe tek fondacioni Shoqëria e Hapur Soros, e shqyeri, themon, ka video regjistrime të problematike, se s'mund t'i them të la tashme, se edhe mund t'i them, po. Pra mbajnë peng, janë disa njerëz që mbajnë peng. Video të pushtetarëve, të zyrtarëve të lartë? Po, edhe deputetëve. Prandaj e votojnë ligjin ata, se s'kan ku lëvizin. Zoti Gjuzi, është miratuar ligji i barazisë gjinore. Po. Çfarë qëndrimi mbani ju? Ne jemi shprehur që ky ligj dëmton familjen, është retushuar pak, është zbukuruar pak nga varianti i parë, po ka ardhur pikërisht brenda 24 orëve që dhe gjykata amerikane, mos harroni, ju që na shikoni dhe na dëgjoni, ka marrëveshje bilaterale USA Shqipëri për ekstradim. Presidenti Donald Trump ka thënë agjencia apo fondacioni Soros do të shkojë në gjykatat amerikane për shoqëri jo vetëm korruptive, por dhe shoqëri krimi. Atëherë, si ka mundësi ti kundërvihesh presidentit amerikan dhe gjykatave amerikane kur je vend antar i NATO-s me një ligj që është super liberal? Okej, është e majta këtu, po e majta këtu është me një certifikim të pacertifikuar për çështjen e zgjedhjeve, pra nuk e ke shumicën. Duhet referendum për këtë. Dhe për këtë ligj duhet referendum. Ato e kanë miratuar ligjin, do hyjnë në fletorën zyrtare dhe ne s'do kemi mundësi të flasim më për grupin LGBT. Apo do të na ndaloj. Do të na vendos gjoba. Jo mua, se unë jam pensionist, s'mi merr dot parat nga pensioni, se lejon ligji. Po të merr makinën,
të merr orën, të merr kompjuterin, të merr telefonin, të gjen rrugë, të ndalon policia e shtetit dhe zyra përmbarimore edhe të sekuestron telefonin ai. Që telefoni mund ta sekuestrojë me vendim gjykate vetëm prokuria e përgjithshme, po prokurorët, edhe prokuria speciale, SPAK-u. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët? Më fal, jam kundër atij ligji. Konservatorët janë kundër atij ligji. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët në këtë rast? Në këtë rast, shiko, unë i referohem për herë doktorit se ai ka pas administratën për 13 vite në qeverisje. Po s'duhet harruar se është një ligj i kaluar dhe prej tij në 2011, më duket, 2010-2011. Njerëzit nxorën fotografit me 2 ekstremistë superliberal të grupit LGBT. Do të thotë, doktori tani është kthyer në konservatorizëm. Okej, dakor, nuk është vonë asnjëherë për të kthyer. Por ka një problem shumë të madh këtu. Kush është problemi më i madh? Edhe theksova, shkatrimi i familjes, shkatrimi i traditës kombëtare shqiptare. Domethënë, është bërë konglomerat dhe unë tani do ta them këtë, që Edi Rama duhet vërtetoj me ADN a është shqiptar apo është anti-shqiptar në konceptin edhe biologjik. Domethënë, a është me gen shqiptar apo jo? Se kështu i bie që nuk është. Bile sipas disa studiuesve që ne këshillohemi, rasti Akademisë Konservatore, ato thonë kërkoja ADN-n. Unë i kam thënë që bëj ADN-n për të qenë mbret. Tani ky nga mbret kërkon të ç'bëj. Pse se ka Danimarka këtë? Pse kanë vetëm shtetet me republikë? Këtë super liberalitet për ta përfunduar tek forma e mbretërisë. Okej, le të bëj referendumin, kemi thënë, për ndryshim të formës regjimit, republikë presidenciale, republikë siç e kemi, që për mua është e dështuar, derisa presidenti, domethënë është nën hetim penal, derisa presidenti shkel nenin 115 për çështjen e kryetarit të Bashkisë Tiranë, derisa presidenti është vendosur general pa dhënë dorëheqjen president. Jemi në kushtet e grushtit shtetit. Atëherë, bëj republikën presidenciale, bëj republikën siç e kemi, të dështuar, ose ndryshon formën e regjimit. Në ndryshimin e formës të regjimit ka një problem, që do ta them për herë të parë këtu te ju. Melania Trump është ilire. Në djenin time, me nën katolike, me baba ortodoks. Që do të thotë, edhe në pamje ajo është ilire, po ta vini re. Në këtë koncept mund të kishte një monarki, slovene ka qenë dikur, kroate, serbe, malazeze, maqedonse, shqiptare s'ka qenë, se ne në dinastinë e 7 kemi Ahmet Zogu i parë, mbreti i shqiptarëve. Dhe pretendent për fronin janë Loris Kastriota, edhe Edi Rama ka thënë që unë jam një pobori, le të bëj ADN-n, këmbgul. Edi Rama duhet të bëj ADN-n. Ose del një pobori, ose nuk del me biologjikisht nuk del shqiptar. Dhe po s'doli shqiptar, biologjikisht i bie që ne na ka drejtuar këtu një 007 botërore. Pra, rikthehemi. Po të jetë puna për 007 botërore, ne kishim Prince Vidin këtu. Okej, le të vijë Melania atë. Me Baron Trump. Nuk e them pa shaka. Midis shakas dhe të vërtetës, ka diçka aty në mes, apo s'është kështu? Ka pasur një vendim të gjykatës kushtetuese ku rrëzoi vendimin e Këshillit Ministrave për të shkarkuar Erion Velien nga kryeji i Bashkisë Tiranës dhe dekretin e presidentit Beke për zgjedhje të reja në Bashkinë Tiranë. Si e cilësoni këtë vendim dhe Presidenti i Republikës i rikërkoi dorëheqjen. Ka shkelur kushtetutën në 115. Jam kundër Erion Veliajt. Arrestimi i Erion Veliajt ka qenë i ligjshëm në kushtet e normalitetit të ndalimit për arrest në zyrën e tij, nuk kemi shkelje këtu, por ta çosh në 41 biz Erion Velin nuk shkon. Pavarësisht se ai ka përgjegjësi në vrasjen e Ardit Gjoklaj, i cili nuk ishte i certifikuar në listë pagesë, siguracioni, apo jo. Ndryshe familja e tij do të merrte siguracionin për humbjen e djalit. Mirë, djali humbi, pas siguracionin se merr. Pse se ti se ke regjistruar një dokument? Atëherë, a është Erion Velia i korruptuar? Kujtim Gjuzi.
Partia Kombëtare Konservatore, Akademia Konservatore kërkojnë shtetin së drejtës. Nëse shteti i drejtës e vendos Erion Velian që është i fajshëm në gjykatën finale, që do të thotë shkalla e parë, rasti i kësaj i shkallës së dytë, pastaj kemi gjykatën e lartë, pastaj kemi gjykatën kushtetuese, se tashmë është futur në kushtetuese. Kryetari i bashkisë në 115 dhe pas kësaj normalisht që është i detyruar të drejtohet kujt? Gjykatës së Strasburgut. Është i fajshëm, s'është i fajshëm. Ne mund të akuzojmë atë për incineratorët. Ne mund të akuzojmë atë për njerëz të korruptuar. Ne mund të akuzojmë atë për euro të mykura. Mund të ketë bërë gruaja e tij dhe ai s'ka bërë gjë, s'ka pas dieni. Këtë duhet ta vërtetoj kush? Prokuroria, gjykata me gjitha vendimet dhe ky quhet shteti i drejtës. A mund të rikthehet Erion Velia siç kërkon Edi Rama? Në mënyrë absolute jo, se i bie që Edi Rama është trembur nga amerikanët, është trembur nga votimi i Erion Velis, edhe i bie që ka në pakicë Edi Rama. A është Edi Rama në pakicë? Po, brenda Partisë Socialiste është në pakicë në këtë moment. Derisa zëvendës kryeministra, sipas edhe asaj që thatë ju, që është në dokumenta që fyhen në shan, i bie që të gjithë fyhen në shan. Unë vetë si konservator nuk dua të shaj. Pse? Është kryeministër. E ke pranuar kryeministër, e ka pranuar edhe opozita me 50+1 mandate në parlament. Çfarë? A është në rrezik Rama që mund bëhet një marrëveshje e fshehtë mes Ballukut dhe Veliet për ta goditur atë? Nuk besoj se muslimanët do të rimarrin më Partinë Socialiste. Kaq është komenti im për këtë rast. E doni me zbardh? Partia Socialiste Kriminale Komuniste e punës së drejtuar nga diktatori Enver Hoxha, i cili thoshte ishte ateist, po ishte djali i Hoxhës. Ai ishte djali i Hoxhës, ai ishte djali i Bimbashit, ai ishte djali i Çerçisë Topullit, kjo prap do ADN. Kjo problemi Kuplaras tash. Se jemi ke bashkia Kuplara që ne e kemi akuzuar, domethënë, të martosh gra me gra te bashkia pa ligj, do të thotë ka qenë shkelje. Vetëm për këtë shkelje, shfrytëzimi i pozitës zyrtare, Erion Velia duhet shkarkuar, vetëm për kaq. Atëherë, a mund bëj një marrëveshje Belinda Balluku, thatë ju, me Erion Velian për të rrëzuar Edi Ramën? I ka frenat Edi Ramën në dorë. Atë mund të rrëzonte vetëm Gramozruçi, i cili nuk është i prirur të rrëzojë. Nuk ka qenë i prirur, bile se ka mirë pritur, dhe për këtë nuk është se nuk ja kemi thënë zotit Ruçi kur kemi ndënjur 90 minuta ja këtu ku bisedojmë së bashku. Se kemi biseduar me të për çështjen e avokatit popullit, domethënë i ke marrë të gjitha. Tash bëj një këshillim tani, se më duket se s'po merr vesh Rama ku po shkon. Se Rama po bie në gremin teknikisht. Balluku e zhyt në gremin. Boll të japi deklaratën, më ka urdhëruar ai dhe s'kam pas çfarë të bëj. Sa ajo thot, sipas asaj që thatë dhe ju, unë se nuk e kam dokumentin në dorë që ta flas për të vërtetë. Po ti këtë thënë gjitha ato gjëra, jep dorëheqjen më vajzë mirë dhe shko. Ku do shkosh? Arrest shtëpi dhe shkosh se ti je familjare me 2 fëmijë, në dijen time je krye familjare. Nuk shkon në burg. Belinda Balluku nuk shkon në burg. Nuk shkon në pranga. Ajo shkon në arrest shtëpie, po. Dhe duhet dërguar për mendimin tim deri kur të thotë vërtetat. Unë e ftoj si vajzë e Tiranës të thotë të vërtetat. Mos harro çfarë ju kam thënë zonja zëvendës kryeministre në seancë plenare, kur doni të bëni ligjin me marr pronat pa vendim gjykate. Dhe ti atëherë, dhe ju më falni, u tërhoqet në atë rast. Po që të kesh fyer, domethënë, në këtë palloshi, e ku dëgjon se çfarë është ajo, si ti nxe goja një herë. Ose pastaj e krejt e parë si muar, domethënë edhe. Po çfarë më të bëj tani? Gjyshi jot bicikletagji ka qenë dhe u bë kriminal në vitet e okupacionit fashist. Ka vrarë njerëz, gjyshe. Ka vrarë njerëz. Në dorë të vet. Apo do të them një gjë tjetër, Belind. Folja saj gocës, si e ke atë? Çfarë ka atë gocë halle e ke atë në Amerikë? Se në fillim shkoi e rrihet ajo, pastaj nuk dohet ta njihen më. Ajo vajza nga Durrësi. Emrin s'mund ta themi se kemi këtë drejt.
Zoti Gjuzi, duhet kaloj pak te zhvillimet që po ndodhin në Kosovë. A është kjo një lloj, po themi, skenari për të eliminuar Albin Kurtin nga pushteti dhe nga që vetëvendosja? Pra, po i bëhet i puç Albin Kurtit? Shiko, po të jetë puna për puç, Albin Kurti është marksist. Është i vështirë që ti bësh puç. Por Albin Kurti po fiton kohë. Ka 10 muaj që qeverisë si kryeministër në detyrë. Që do të thotë mban peng Republikën e Kosovës. Tani duket që ka marrë peng dhe presidenten. Sipas deklarimit të një ish kryeministri të Republikës Kosovës, presidenti është në shkelje kushtetuese me emërimin e dytë për Glauk Konjufshtën. Problemi i tretë është se Albin Kurti thotë duhet të jem edhe zvënës kryeministër edhe ministri i jashtëm. Domethënë, të mbaj peng gjithë agjendën ndërkombëtare të Republikës Kosovës. Ne si konservatorë kemi akuzuar Albin Kurtin se nuk ka marrë njëojë ndërkombëtare. Që do të thotë ky do ta maj peng akoma këtë apo do të riparoj veten e vet. Kë do të maj peng? E bëj ftesë presidentes, tani kjo ka ndodhur. Nuk e di. Ndoshta mund të blen 5 deri në 6 mandate të kalojnë 61. Po quhet qeverinë blerje. Dhe këtë amerikanët nuk e falin. Amerikanët kanë bërë luftë, kanë gjujt Beograd. Kanë gjujt Beograd, Bill Clinton ka gjujt Beograd. Të gjujt Beograd do të thotë filloi lufta e tretë botërore. Mirë po, konjunktura ndërkombëtare ashtu ka shkuar. Secili vend në vendin e vet. Shqipëria madhe, thot presidenti amerikan. Çfarë do të thotë Shqipëria madhe? Mos do të thotë një mbretëri e madhe, me qenë se ka dhe 3 vite presidenti dhe Melanie Trump 2 vite bëhet mbretëresh e Iliris le të bëhet për mos ka asnjë gjë të keqe. Për mos si kujtim, nëse më thua Gadishulli i Ilirik është i përbërë nga raca ariane dhe shqiptarët që normalisht janë etnikisht më të pastrit këtu, le të bëhet. Le të bëhet. Ne për këtë kemi luftu. Gjergj Kastrioti për këtë ka luftu. Që Gadishulli i Ilirik të mos kishte punë me Turqinë. Në këto kushte, Vjosa Osmani, le të shpresojmë që nuk ka gabuar. Ju e dini shumë mirë që Vjosa Osmanit në seancë plenare, kur e ka braktisur Edi Rama në cilësinë e kryeministit, nuk ka qenë aty. Kujtim Gjuzi ka dhuruar një stirolaps kuqezi. Ju kujtohet besoj. Stirolapsi kuqezi çfarë ishte? Është një metaforë, po mund ta themi edhe fizikisht, domethënë për të mbajë shënim këto. Ky a akuzova unë Edi Ramën të voja dënën? O për mbret, ose të na thotë është shqiptar apo jo, se me veprimet që bën, po duket anti-shqiptar. Tani, ti them unë Vjosa Osmanit janë anti-shqiptar e ti, për nga mbiemri i them unë, do më u kthy në neo-bizantinizëm. Pse? Vjosa Osmani, a është muslimane me origjinë? Po. Albin Kurti? Po. Ky Glauk Konjufska? Po. Kryetari i parlamentit si ishte ai? Bashar kishte mbiemrin ai? I bie ka dhe musliman. Po mirë, Lek Dugagjini, princi i principatës Dugagjinve, që shkon deri në Prizren. Pse nuk pas ka atje një kryeministër katolik, një kryetar kuvendi katolik, një president katolik, që nga 1991 që ka shpallur pavarësinë presidenti profesor doktor Indjeri Ibrahim Rugova. Pse punohet kështu? Pse punohet kështu kur protokolli i Shqipërisë i vitit 1912 është kryeministri musliman, me që është majoranca islame e besimit, zëvendës kryeministri katolik. Kryetari i kuvendit, nëse do kemi, do të jetë ortodoks, dhe ka qenë Lef Nosi, Dom Nikol Kaçori edhe Ismail Piqemali. Pse prish ky protokoll? Atëherë, unë këtu i kërkoj llogari edhe presidentës. Vjosa Osmani. Shiko, aq sa lejon etika, ti kërkoj llogari. Zoti Gjuzi ka pasur një deklaratë të fortë nga Alfred Saku, i cili ka deklaruar që Sogol Oldashi është vrarë. Edhe një herë? Që Sogol Oldashi është vrarë. Po. Ndërkohë, ne të gjithë e dim, ose të paktën zyrtarisht është thënë që ai ka bërë aksident. Po. A ka ndonjë gjë që fshihet në këtë mes? Pra ka ndonjë gjë që Saku ka ndonjë të vërtetë thua apo thjesht saluton? Alfred Sako është një deputet në dijenin time i legjislaturës së tretë. Do të thotë që nuk është gjë pa gjë. Në këtë koment, unë do sillen vëmendje një gjë.
Doktor Berisha, kur do të kandidonte Sokol Dashi përpara Lulzim Bashës, u duk qartë që mbajti krahun e Bashës. Pyetja është, pse e mbajti Sali Berisha krahun e Lulzim Bashës? Jo hapur fare, por në një farë mënyre. Kur i tha Sokolit, Sokol tha, shiko, Sokol, dëgjoj, Sokol, këto do më thonë nuk janë për të akuzuar doktor Berishën, apo jo? Por ai po të thotë që ti je këtu, Partia Demokratike, duam s'duam ne do ta ketë kryetarin musliman, për sa kohë e ka Partia Socialiste kryetarin ortodoks. Këto gjëra janë ndarë me marrëveshje kur nuk hym në luftë civile më 1991-92. Se ishin prag luftës civile atëherë ne. Ju sishit. Pra ne morëm masat, mos kishte përplasje. Nëse ke vënë re, për shembull unë i them diktatoruc, i them Ramiz Alis. Ti them unë tash aty ndjes pas, dritë pas, nuk mund të them dot se më ka vrarë gjyshin muaj. Pra në një farë mënyrë jam i tronditur unë. Si rregull kur vdes tjetri duhet t'i thuash që hajde, mo, ndjes pas. Të paktën duhet ta thuash këtë. Pra, kush e di që do të vish të kontrollosh Partinë Demokratike? Sokol Dashi, unë ja kam thënë dhe kështu. Për Sokolin them unë, dritë pas. E them se kam patur mik Sokolin. E kam patur klient në bar kapriccioza. Ai mendonte se ngjante John Lennon në ndjenin time. Edhe jeta ashtu i shkoi, si John Lennon. Unë nuk mund të ngrej akuza, sepse nuk më takon, por ai është vrarë në 2013 në ndjenin time. Kështu, në 2013 kur kërkonte të merrte një grup të Partisë Demokratike, ta nxirrte jashtë Partisë Demokratike. Pas atij fjalimit në kuvend. Partia Demokratike është parti e vendosur me gjakun edhe tonin aty, edhe me gjakun e Azem Hajdarit, kështu që është pak vështirë domethënë të kontrollohet dhe ti kemi gjithë liderët nga jugu. Shiko, e kemi Guri. E kemi gjithë qeverinë jugne, çfarë po kërkojnë tani? Unë po kërkoj avokatin e popullit ngjiten në veri, që të keshin pas pesh, të kemi ku ta ankohemi. Jo ne si Tiranë, se ne e kena Belinda Ballukun një herë për herë aty. E kemi një, se ka thonë Dorheqen. Apo po të kemi problem, unë i shkoj në zyrë. Mund të kemi një problem, mund të ketë një po themi qytetari i Tiranës, problem nuk e zgjidh dot. Që zgjidh vetëm ajo, unë i shkoj në zyrë. Siç i kam shku Blend Klosit për një problem në Durrës, i thash, "O do ta zgjidhësh tu në zyrë, ndryshe kena problem bashkë." Çfarë problemi kemi ta? I thash, "Kena problem korrupsioni, ose ti ke marrë lek këtu, e unë do të them sa anë spinare, ose më zgjidh problemin tani." Ma zgjidhi. Jo, ishte njëri që u anku te unë. Ishte shqiptari i Liritës. E zgjidhi. Pra, edhe në këtë rast, ku e kemi ministrën ne? Deri në Tërkuz. Po sipër, veriu. S'ka si ministër në kabinet. Nuk ka si ministër në kabinet. 61 bashki, 5 kemi ne. Po i, që ka? 56 ai. Çfarë do më bë? Do marrë edhe këto bashki tash? Djela, komplet? Se do i marrë këto, se është o mësu do më morë gjitha. E do. Ore dhondër, ore çfarë bën? O e të ki mene mësim. Je duke ranë gremin, s'po e kupton. Unë nuk du të bish në gremin. Nuk du të jesh kryeministri i 35 në burg. Nuk të dua. A me llogari për parat, sendi vjedhur, nëse është vjedhur dhe vërtetohet me gjykata, me shtetin e drejtës, parat këtu 7 herë të vjedhat tani thesari i shtetit, mbreti nuk vjedh. Pra vim sërish ke referendumi, forma referendare e vendimarrjes. A ka ngjarje të tjera të mistershme ose që janë të dyshimta që ndryshe thuhet në publik dhe ndryshe janë underground? Po. Edhe për këtë në disa raste Cako ka drejt. Cako ka parashikuar. A kemi qenë kundër Covidit? Cako ka qenë dhe unë. Unë parlament, Cako në publik, apo jo? Pas kësaj, a tham ne që tërmeti është artificial. Të kujtohet? 5G-ja, çfarë është? Më çfarë është? Ne si deputet në ato raste marrim informacion më shpejt se të tjerët. A ka raste të mistershme? Po ka. A mund të hapen? A mund të vërtetohen? Shteti i drejt 1 dhe monarku 2. Edhe këtu unë jam i koncentruar. Shiko se mos ma merrni këtë që du monarke
të Albanisë gruan e presidentit Donald Trump, se mos ta marrin kështu shikuesit. Ajo ka drejtë e vet, le të vit bëja dënëm, nëse na del një liri, le të na tregoj. I bie që kemi nip djalin e presidentit amerikan. Disa të tjerë thonë që është me orgjin nga Ferizaj. Për presidentin, nuk e kemi të vërtetuar. Ama këto i thotë Cako, këto i thonë disa të tjerë, i thonë. Do të gjuzi thënë kjo që kemi një djalin e presidentin Trump, i bi që ose vajzën kemi mbez, vajzën e presidentit Trump, i bi që vajza po merr tokën e vet, që po merr Sazanin, apo? Pikërisht prandaj e thash dhe e kape. Jo, ka një gjë. Ne tham për Melanie, Trump është i lire. Okej. Ngjashmëria me të uton është çfarë thëm? Është gen. Kurse vajza e presidentit është me zonjë tjetër. Pra, nuk ka lidhje në këtë rast. Por mund ta shfrytëzoj lidhjen. Ta themi tani kështu të njerëkës, mund ta shfrytëzoj. Po pse pikërisht po ndërton Beograd? Ma e përgjigje? Se nëna vet çfarë? Është slovake. A bët fjalë për Ivankën apo jo? A slovake nëna vet. Do të thotë që nëse themi gadishull i lirik, themi pjesë që ka marrë Serbia, po Serbia nuk është gadishull i lirik vet. Nuk është. Do të gjuzi pak ditë më parë është ndarë nga jeta Fatos Nano dhe i është zënë lamtumira e fundit. Si e patë, po themi, homazhe që u zhvilluan në nderim të tij dhe si e cilësoni figurën e Fatos Nanos? E para ndjes pas. E dyta kam njoft nga afër. E treta ishte konfuziv. Se ju më pyetët si është figura e tij, ishte konfuziv. Është akuzuar për korrupsion, është dënuar me 12 vite, ka bërë 4 vite. Prej Fatos Nanos kemi peshqesht në hyrje 007. Athinë, Beograd, Francë. Fatos Nano ka dorëzuar pushtetin kur i është ndaluar një familjar i tij në Francë, që do ta dorëzonte pushtetin. Nuk e ka dorëzuar vetë, se tha jemi 70-70. 70-70 do të ta heq një ty, dhe Fatos Nano ka tregu këtë. Bashkë me Ilir Metën në vitin 2001 kanë marrë me vendime gjykatash 11 deputet në Dushk dhe Nikol Lesin në Lezhë. 12 deputet. Pra, Fatos Nano ka mbi shpatullat e tij vrasjen e Azemajdarit, liderin ton, dhe 97. Unë zgjodha në atë rast të jem në Republikën e Kosovës, se nuk desha ta pranoj ditën e zis për një kryeministër që nuk ka qenë në nivelin makro, nuk desha ta ashtu, plus një kryeministër që ka thënë që Republika e Kosovës, Krajina e Kosovës ka për kryeqendër kryeqytet Beogradin. Ja ka thënë Miloševići, dhe kjo nuk është bë. Unë s'mund ta pranoj. Atëherë unë çfarë bëra? Bashkë me një grup politikanësh, në këtë rast më lejoni ta përmend, avokat Nikolin Staka Dukagjini, Nikol Gjeçaj, kryetari i asamblesë tonë në Malsinë e Madhe, zgjodhëm që të ishim në simpoziumin akademik për Lek Dukagjinin mbi bazën e kanunit ku u vendos edhe shtatorja në Ferizaj, në Shpenadi, në zonën e Shpenadis, në zonë katolike, u vendos shtatorja, gjysmë shtatorja mund të themi, ose busti, mund të thush, treqarek bust i Lek Dukagjinit. Pra zgjodhën të ishim atje, nuk zgjodhën që të marrim zi për Fatos Nanon, se s'mund mbajt ziun për njëri që ka gisht në vrasjen e Azemajdarit. Si e keni njohur nga afër Fatos Nanon? Shiko, Fatos Nano nuk mund të themi që si ishte qytetar i Labovës Kryqit.
vjen nga Labova e Kryqit, Gjirokastër. Ju besoj se e dini historinë e Labovës Kryqit, ku Ali Pashtë e Pelena i kalojnë hell një 300 e sa burra të asaj zone, sepse i dhunuan nënën, edhe motrën. Domethënë i dhunuan Hankor Beleresa, Sultanesa, dhe Shanisham dhe motrën. Ajo hakmor, kur bë valiu Janinës, në një farë mënyre, Fatos Nana, ndjes pas, do ta themi, unë kam shkruar atje nekrologji, omazh për familjarët. Se kam edhe njohje me familjarët e tij, domethënë, për të përcjell një ndjes pas, po jo dritë pas. Jo, dritë pas, jo. Po mos të kishte gish në vrasjen e Azem Ajdarit, do i thoja me gjithë pasion, dritë pas, pse ai është ekonomist, në një farë mënyre, është edhe kolegu im. Është edhe profesori që ka dhënë leksione për ekonominë. Po s'ka mbajtur fjalën për çështjen e piramidave, kur tham Vlorë që nëse unë tha marr pushtetin, parat do kthehen lek në lek, nuk i ktheu, pra gënjeu. Në konceptin e kësaj do ta mbyll këtë. Ka vënë një herë në lëvizje dhe në lojë Bill Clintonin, Boris Jeltsinin dhe Sali Berishën. Kemi qenë në hotel Rogne dhe unë thash, tani ke Sali Berisha, ke Baca, më je keq. Jenë tavolinën time, ai e kuptoi, inteligjent, ta këtu s'ka vend për mua, po largo. Kam qenë unë, ka qenë një ambasador, ka qenë edhe ish kryetari i Partisë Republikane. Ka qenë më duket edhe Ndrej Legisi, po edhe Ndrej Legisi ka qenë.